pak para nisjes së seancës plenare të sejntes, ku një ndër pikat e rendit të ditës ishte ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave. Ish pronarët zhvilluan një protestë ku kërkuan që ligji që cënon të drejtat e tyre të mos miratohet. Zotërinj deputet, ligji që keni sot në tavolinë, po e votuat do sjelli pasoja të rënda në ekonominë e vendit. Hapat e mëndeshme janë, ne jemi të sigurt që ky ligj që kalon sot është i dënuar me vdekje, sepse jo vetëm që duhet arëzoj gjykata kushtetuese për shkeljet kushtetuese që ka, por ne kemi besim të plot se edhe Këshilli i Evropës nëpërmjet gjykatës europiane të drejtat e njeriut do ta kthejë këtë ligj, do ta kthejë. Me votat ja dham për ato që na premtuan dhe nga premtimet që bën, ata nuk mbajten as 5%, na mashtruan, na gënjyen dhe tash po na heqin kokat. Në mbështetje të ish pronarëve doli dhe opozita, e cila qëndrimin e saj kundër ligjit të shumicës e kishte demonstruar edhe gjatë votimit të parë në kuvend. Deputeti Oert Byllykbashi u shpreh se opozita sapo të vinë në pushtet, do ta shfuqizojë atë ligj. Ta do t'ja japin me ankant shokëve dhe miqve dhe nuk është çudi fare që ata, një prit atyre që ju shpronsuan, ja morën pronën juve dikur, do t'jenë ata që do të blejnë pronën tuaj. Qëndrimi politik i Partisë Demokratike është pas një kujvok, ky ligj shfuqizohet. Është antikushtetues, bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës Strasburgut, por neve nuk do të presim deri aty. Sa po neve të kemi mundësinë, ditën e parë, ky duhet shfuqizuar si ligj dhe ky është angazhim politik. Ish pronarët kanë kritikuar shpesh dhe të djathët gjatë 8 viteve në pushtet, që nuk i kanë dhënë një zgjidhje çështjes së pronave.